Gjirokastër, tetori i vitit 1908. Qyteti i vjetër i gurëve, ku çatit janë si luspa të ndonjë gjallëse gjigante dhe rrugët vijojnë si plagë nëpër malet e jugut të Shqipërisë. Atje, në lagjen Palorto, në një shtëpi modeste që i përkiste familjes Hoxha, erdhi në jetë një djalë. Nëna e tij, Gjylihan Çuçi, e quajti Enver. Askush atë ditë nuk e dinte se ky djalë me sytë e errët do të mbante rob një vend të tërë për 4 dekada. Baba i tij, Halil Hoxha, ishte tregtar i stofit. Njeriu modest, udhëtonte larg, shiste copëra pëllure nëpër tregje dhe rrallë qëndronte gjatë në shtëpi. Familja ishte muslimane, i përkiste sektit Bektashin, po feja nuk kishte shumë pesh në edukatën e Enverit. Ajo çfarë kishte pesh ishte historia. Rreth tij, Gjirokastra fliste për luftëra pavarësie, për Osmanlit, për malësorët që kishin qëndruar drejt kur perandoria kishte dashur t'i përkulte. Xhaxha i tij, Hysen Hoxha, kishte qenë kryetar bashkie dhe pjesëmarrës në Kuvendin e Vlorës të vitit 1912. Kur Shqipëria shpalli pavarësinë, Hysen ishte atje. E kur fëmia Enver dëgjonte historitë e Xhaxhait, diçka ndizej brenda tij. Por ata që e kanë njohur Enverin si adoleshent nuk e kujtojnë si ndonjë talent të veçantë. Nuk ishte karizmatik, nuk ishte lider. Ishte një djalë i zakonshëm me nota të mira, i interesuar pak nga teatri, i cili recitonte vargje nga poetët rilindës. Kur lëvizte nga Gjirokastra në Korçë për të ndjekur liceun francez, ishte vetëm një tjetër nxënës mes 10 të tjerëve. Ndërkohë, shoku i tij i klasës ishte Bedri Spahiu, një emër që do të bëhej i famshëm më vonë në Shqipërinë komuniste, edhe ai nga shtëpia e njëjtë qyteti. Fati bën spirale të çuditshme. Liceu francez i Korçës ja hapi mendjen atij drejt botës. Mësimet ishin në frëngjisht. Librat flisnin për revolucionin francez, për Liri, për Barazi. Enver Hoxha, djali i tregtarit të stofit nga Gjirokastra, filloi të lexonte filozofi, literaturë politike, ide që vinin nga Parisi dhe Moska. Në vitin 1931, qeveria shqiptare e Ahmet Zogut i dha bursë studimi. Destinacioni, Universiteti i Montpellier në Francë. Por Enveri nuk e mbaroi atë studim. Braktisi bursat. Kaloi në Paris. Atje gjeti kafene ku diskutohej Marksi, revistave të majtë ku botoheshin idetë e reja. Dhe atje filloi shndërrimi. Kur u kthye në Shqipëri, Mussolini kishte pushtuar Italinë. Dhe Italia pushtoi Shqipërinë më 7 prill të vitit 1939. Enver Hoxha i humbi punën si mësues, u bë tregtar i vogël, u bë antar i grupit komunist të Korçës. Dhe kur me nëntor të vitit 1941 u formua Partia Komuniste e Shqipërisë, Enveri ishte atje. Njëri nga 7 antarët e parë të Komitetit Qendror. Por jo i parë. Asgjë nuk sugjeronte atëherë se ky njeri do të bëhej shtylla e asaj partie dhe gjithçka tjetër. Mbaj mend atë emër, Mehmet Shehu. Ai do të kthehet. Dhe kur kthehet, do të jetë shumë vonë. Lufta antifashiste nacional-çlirimtare, siç e quajtën komunistët shqiptar, ishte betejë e vërtetë. Partizanët luftonin kundër italianëve, pastaj kundër gjermanëve. Mehmet Shehu komandoi forcat që çliruan Tiranën nga gjermanët në nëntor të vitit 1944. Shqipëria ishte, krahas Bashkimit Sovjetik, vendi i vetëm në Evropë i pushtuar nga forcat boshti që u lirua pa asnjë ushtri të huaj që zbarkoi në territorin e saj me forcë. Kjo ishte krenaria e re e komunistëve shqiptar. Dhe kjo krenari i jepte legjitimitet të pashkueshëm Enver Hoxhës. Por si u ngjit Enveri deri te Maja? Mekanika e pushtetit ka ligjet e veta. Kur përfundoi lufta, Hoxha kishte fituar pozitën e sekretarit të parë të partisë. Ai dinte të menaxhonte njerëzit. Dinte të jepte komplimente, dinte të dëgjonte me vëmendje, dinte kur të ulte zërin dhe kur ta ngrinte. Dhe dinte, mbi të gjitha, çfarë donte, kontroll të plotë. Asnjë rival. Asnjë alternativë. Vetëm Enveri. Ata që e kundërshtuan u zhdukën. Disa u arratisën. Disa u arrestuan. Disa u pushkatuan. Por kjo nuk ndodhi menjëherë. Ndodhi gradualisht, si uji që laget gurin, guri pas guri, vit pas viti. Njeriu nga Gjirokastra kishte durim të padëgjuar. Niveli i dytë. Aleatët e mëdhaj dhe tradhtit e mëdha. Dimër i vitit 1948.
Josif Stalin ulej në Kremlin dhe vendoste fatin e gjysmës së globit. Për Enverin, Stalini ishte baba shpirtëror, modeli, hynja laike të cilës i lutej çdo ditë. Por viti 1948 solli krizën e parë të madhe. Josip Broz Tito preu marrëdhëniet me Stalinin. Dhe Shqipëria duhej të zgjidhte, Moska apo Beogradi. Hoxha zgjodhi Moskën. Pa hezitim. 3500 Jugoslav u dëbuan nga Shqipëria. Ushtar, këshilltar, civil. Familja bosnjake u pushkatua. Hoxha pastroi partinë nga çdo shenjë ndikimi jugoslav. Dhe Mehmet Shehu, ai që kishte luftuar heroikisht kundër nazistëve, u bë vegla kryesore e këtij pastrimi. Shehu kishte luftuar edhe në luftën civile spanjolle, ishte rritur në luftëra, nuk i friksoi gjakut. Kur Hoxha i tha, pastro, Shehu pastron. Por çfarë saktësisht pastrohej? Kjo ishte pyetja që askush nuk guxonte ta bënte. Midis viteve 1944 dhe 1947, komunistët pushkatuan 22 intelektual pa gjyq. Akuza, kishin hidhur bombë ndaj ambasadës sovjetike në Tiranë. Kjo ishte gënjeshtër. Por të vërtetën askush nuk e dëgjonte. 6027 njerëz u pushkatuan gjatë regjimit të Hoxhës. 17.600 u burgosën. Mbi 20.000 u internuan. 10 ministra u vranë. 20 general u pushkatuan, burgosën apo internuan. Nga krijimi i partisë në vitin 1941 deri në vitin 1985, 41 drejtues partie u eliminuan. Kjo nuk ishte politik. Ishte blegërim kronike me gjah. Kur Stalin vdiq në mars të vitit 1953, Hrushchovi nisi destalinizimin. Hoxha refuzoi. Stalini ishte i madh. Stalini kishte pasur të drejtë. Ata që thanë të kundërtën ishin tradhtar dhe revizionistë. Mosmarrëveshja me Moskën ishte e pashmangshme. Në dhjetor të vitit 1961, Shqipëria prishi marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik. Hoxha e gjeti aleat të ri, Kinën e Mao Zedongut. Marrëdhënie e pazakontë mes dy ekstremeve gjeografike të komunizmit. Kina dhe Shqipëria. Çfarë kishin të përbashkët? Pak gjëra reale, shumë gjëra ideologjike. Mao ishte ikonoklast si Hoxha. Revolucioni kulturor kinez u dha frymëzim komunistëve shqiptar. Në vitin 1967, Hoxha bëri Shqipërinë shtetin e parë ateist në botë. Jo vetëm mohoi fen zyrtarisht. Jo vetëm mbylli kishat dhe xhamit. I shkatërroi fizikisht. Pushtaria ndërtoi objektet sociale në ndërtesa kishash të mesjetit. Priftërinjt u pushkatuan, u burgosën, u bën objekte talleje publike. Në një episod të veçantë, një prift u pushkatua për krimin e kryerjes së pagëzimit në shtëpinë e një çifti. Dhe pastaj Kina hapi dyert ndaj perëndimit. Nixon e vizitoi Pekinin në vitin 1972. Për Hoxhën, kjo ishte tradhti. Kina u bë revizioniste. Shqipëria prishi marrëdhëniet me Kinën në vitin 1978. Dhe kështu Shqipëria u izolua tërësisht. Ishte e vetmja, fare e vetmja. Niveli i tretë. Bunkerët e paranojës. Ka një moment kur një shtet i friksohet gjithçkaje. Kur frika nuk është nga jashtë por nga brenda, kur diktaturi ndjehet i rrezikuar nga armiqtë e imagjinuar dhe nga ata reale njëkohësisht. Ky moment për Enver Hoxhën erdhi në vitet e 60 e u bë kronik nëpërmjet Cimentos. 750.000. Kaq bunker u ndërtuan në Shqipëri ndërmjet vitit 1967 dhe vitit 1986. Një bunker për çdo 4 banor. Nga brigjet e Adriatikut tek malet e brendshme, nga plazhet e Jonit tek kalimi kufitar me Greqinë, çdo centimetër i vendit ishte gjurmuar nga kupola gri betoni. Josif Zagali, arkitekti kryesor i programit të bunkerizimit, i dha shtetit projektin e jetës së tij. Pastaj Hoxha e dërgoi Zagalin në kamp pune. Edhe arkitektin e bunkerëve nuk e kurseu. Hoxha kishte frikë nga NATO, nga Bashkimi Sovjetik, nga Jugoslavia, nga Greqia. 4 drejtimenga ku mund të vinte pushtimi. 4 arsye për të ngritur Cimento. Bunkerët e mëdhenj, si shpella nëntoksore, kishin dhoma konferencash, sisteme ventilimi, reparti rezervuarsh ujë.
Bunkart 1, siç quhet sot muzeu i hapur brenda bunkerit nëntoksor të Tiranës, kishte 106 dhoma. 2 kate nën tokë. Dhomën private të Hoxhës, dhomën e kryeministrit, sallën parlamentare artificiale ku do të mbledhej qeveria gjatë luftës atomike. Një qytet i tërë nën qytet. Por kush do ta sulmonte Shqipërinë? Ky ishte pyetja që askush nuk guxonte ta bënte me zë. Asnjë vend nuk kishte arsye strategjike të pushtonte Shqipërinë. Ajo nuk kishte naftë në sasi të mëdha, nuk kishte pozicion gjeografik vendimtar, nuk kishte popullsi të madhe. Por Hoxha kishte nevojë për armiq. Nevojë kronike, vitale. Pa armiq, sistemi i tij nuk kishte justifikim. Kjo është paradoksi i diktaturave të mbyllura, sa më shumë izolohen, aq më shumë frikë kanë. Dhe sa më shumë frikë kanë, aq më shumë izolohen. Sigurimi, policia sekrete e Shqipërisë komuniste, kishte mbi 30.000 oficerë. Në një vend me 2 milion e gjysmë banor, kjo do të thotë se afërsisht një i çdo 85 njerëzve ishte agent i sigurimit. Dhe kjo nuk numëron informatorët jo zyrtar. Fqinje që raportojnë fqinje. Fëmijë që denoncojnë prindër. Miq që tradhtojnë miq. Bunkart 2, muzeu tjetër nëntoksor i Tiranës, tregon historinë e kësaj makine survejimi. 204 dhoma me more 2 metra e 4 gjerë, instalacione për dëgjim sekret, qeliza marrjeje në pyetje ku drita ndizej dhe shuhej sipas urdhrit. Narracioni audio i atij muzeu lexon emrat e 100.000 të burgosurve politik. Vetëm emrat. Pa histori. Vetëm emra. 100.000 emra duhet 24 orë lexim pa pushim. Dhe familja e njeriu të burgosur nuk ishte e sigurt. Internacioni ishte ndëshkimi kolektiv. E shoqja e armikut shkonte në kamp pune. Fëmijët e tradhtarit nuk pranoheshin në universitete. Edhe vëllai i të pushkatuarit humbte punën. Sistemi kishte logjikën e tij njerëzore, nëse ndëshkoje vetëm individin, ai ishte viktim dhe heroj potencial. Por nëse ndëshkoje të gjithë familjen, individi bëhej barë dhe kërcënim për familjen e vet. Kjo ishte genialiteti i zi i Hoxhës. Ai kuptoi se frika personale nuk mjafton. Frika duhet të jetë kolektive. Niveli i 4. Natën e 17 dhjetorit. Dhjetor, vitit 1981. Tirana shtrihej në dëborën e hershme. Në blok, lagja e privilegjuar ku jetonin drejtuesit e lartë të partisë, mbeteshin pak metra mes vilës të Enver Hoxhës dhe vilës ku jetonte Mehmet Shehu me familjen e tij. Pak metra mes 2 njerëzve që kishin ndarë dekada pushtet. 2 njerëz që kishin qenë, sipas gjithçkaje publike, shok. Mehmet Shehu kishte lindur më 10 janar të vitit 1913 në Çorush të Fierit. Kishte luftuar në luftën civile spanjolle kundër Frankos. Kishte çliruar Tiranën nga gjermanët. Kishte qenë kryeministër i Shqipërisë prej vitit 1954, 27 vite rresht. Bashkë me Hoxhën, kishin ndërtuar sistemin. Bashkë kishin marrë vendimet. Bashkë kishin nënshkruar urdhrat e ekzekutimeve. Shehu ishte dora e djathtë e Hoxhës, sipas gjithçkaje të dukshme. Por brenda bllokut, gjërat nuk dukeshin kurrë ashtu siç ishin. Mbrëmjen e 17 dhjetorit të vitit 1981, Mehmet Shehu kthehet nga një mbledhje e byros politike. Mbledhje ku Hoxha dhe antarët e tjerë e kanë kritikuar ashpër. Kritika, sipas versionit zyrtar, lidhej me fejesën e djalit të Shehut, Skënderit, me një vajzë nga familja Shkurti. Hoxha kishte zbuluar se familja Shkurti kishte 7 kriminal lufte dhe armiq të popullit. Fejesën duhej ta prishnin. Menjëherë, Shehu u kthye në shtëpi. Oficeri i grupit të shoqërimit të tij, ai që qëndronte jashtë, tregon se pas mesnatës dëgjoi zhurmën e vetme. Pastaj heshtje. Dikush u dërgua brenda. Gjeti Shehun të vdekur në dhomën e gjumit. Plag plumbi në kokë. Pistoleta pranë. Më 18 dhjetor, Radio Tirana njoftoi, Mehmet Shehu kishte kryer vetvrasje në një moment krize nervore. Por a ishte kjo e vërteta? Oficeri i shoqërimit tregon se para se Shehu të shkonte në mbledhjen e byros, ai dhe tekniku me urdhër kishin kontrolluar telefonat e vilës. Pra, dikush ishte duke monitorizuar komunikimin e kryeministrit ende para mbledhjes. Kjo nuk bëhej me vetvrasës potencial. Kjo bëhej me njerëz të shënjuar.
Pastaj erdhi zbulimi nga arkivat britanike. Historiani shqiptar Arben Putov, duke punuar në Arkivin Publik Britanik, gjeti dosjet e Forcës Speciale Operative Britanike nga vitet e Luftës së Dytë Botërore. Aty, Mehmet Shehu ishte listuar si element pro-britanik që duhej mbrojtur dhe forcuar në mënyrë të padukshme. Këto dokumente, Putoja tregoi Hoxhës. Dhe kjo ndes tek Hoxha dyshimin final, ai dyshim i 100 vjet. Afërsisht një vit pas vdekjes, Hoxha shpalli deklarimin e tij. Shehu kishte qenë agent i shumë fish. I Gestapos. I inteligjencës italiane SIM. I Jugoslavis. I KGB-s. I CIA-s. I Britanisë. 6 shërbime sekrete njëherësh. Akuza që shumica e botës i priti me tallje. Por Hoxha nuk qeshte kurrë. Gazetari Roland Qafoku, në librin e tij 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, listoi 10 prova që sipas tij tregojnë se Shehu u vra. E para, urdhri eksplicit për të mos bërë autopsinë e kufomës. Mjekësia ligjore moderne thotë se drejtimi i plumbit, pozicioni i viktimës dhe shenjat fizike të gjetura flasin për vrasje, jo vetë vrasje. E dyta, monitorizimi i telefonave para ngjarjes. E treta, fakti se familja Shehu, e shoqja Fiqrete dhe djemt, u arrestuan menjëherë pas vdekjes. Nuk u mbajtën si familje e vetë vrasit. U trajtuan si familje e tradhtarit. Edhe Fiqrete Shehu dhe djali Vladimir vdiqën në rrethana të errëta, klasifikuar zyrtarisht si vetë vrasje. Niveli i 5. Ajo që mbeti pas tij. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, i njohur si AISH, deklasifikoi në dhjetor të vitit 2023 mbi 30.000 faqe dokumenta rreth Mehmet Shehut dhe familjes së tij. 30.000 faqe. Leximi i tyre do të merrte shumë muaj. Dhe sërish, pas gjithë asaj leximi, pyetja kryesore mbetet pa përgjigje. Kush e vrau Mehmet Shehun? Por ndoshta pyetja e vërtet nuk është kjo. Pyetja e vërtet është, çfarë krijoi një sistem ku kjo pyetje është e mundur, ku njeriu i numër 2 i vendit mund të vdesin në rrethana të paqarta dhe vdekja e tij të mbetet mister për dekada? Enver Hoxha vdiq me 21 prill të vitit 1985. Mjekët thanë se kishte pasur atak zemre dhe kishte hyrë në koma nga 9 aprilli. 2 ditë më vonë, nuk kishte asnjë organ që funksiononte. 7 ditë zije kombëtare. Qindra mijë njerëz marshuan Tiranën me lodh në sy. Po, edhe lotët mund të jenë produkt i detyrimit, i frikës. Kur komunizmi ra në vitin 1991, populli shqiptar rrëzoi statujat e Hoxhës në përsheshe. Arkivi i PSH filloi të hapet gradualisht. Por jo të gjitha. Jo ende. Ka dokumente që mbeten të mbyllura. Ka dosje që askush nuk i ka lexuar. Ka faqe me firmë të padukshme. Bunkerët mbeten. 750.000 bunker të shpërndarë në përgjithë Shqipërinë, si shenjat e dhëmbëve të një gjallëse mitologjike. Sot disa prej tyre janë bërë kafene. Disa janë galeri arti. Disa streh për turistët e humbur. Njëri prej tyre pranë bregdetit të Adriatikut u shndërrua në muze erotik. Ironi e madhe e historisë, objektet e frikës bëhen objekte zbavitjeje. Josif Zagali, arkitekti i bunkerve, shërbeu vite në kamp pune. Pas viteve 90, doli jashtë dhe jetoi si plak i zakonshëm. Kur nuk dha intervistë të gjatë. Kur nuk shpjegoi çfarë kishte menduar teksa vizatonte kupola pas kupole. Vdiq pa folur. Ismail Kadare, shkrimtari i madh shqiptar, shkroi romanin Pasardhësi më vonë, duke u nisur nga vdekja e Mehmet Shehut. Roman metaforik, i veshur me alegori, i mbrojtur pas figurave të fshehura. Romani kishte qarkulluar si dorëshkrim para vdekjes Shehut. Drejtuesit e partisë e kishin lexuar. Kishin shqetësim. Por Kadareja mbijetoi. Emigroi në Francë. Dhe vdekja e tij në vitin 2024 e la Shqipërinë pas zërin e madh të letërsisë. Ç'mbeti pas Enver Hoxhës? Bunkerët. Dekada humbur. Gjenerata të heshtura. Dhe pyetja pa përgjigje rreth natës së 17 dhjetorit të vitit 1981. Ndoshta 30.000 faqet e AISH-s përmbajnë të vërtetën. Ndoshta dikush ka lexuar ato faqe dhe di. Ndoshta e vërteta është thjesht shumë e frikshme për t'u thënë me zë.
sepse nëse Hoxha vrasin shokun e tij të 10 viteve, njeriu me të cilin kishte ndarë pushtetin, çfarë do të thotë kjo për besnikërinë, për misin, për çdo marrëdhënie njerëzore brenda atij sistemi? Do të thotë se asgjë nuk ishte e sigurt. Asnjë lidhje, asnjë besim, asnjë miku. Ky është kuptimi i fundit i Shqipërisë komuniste, jo bunkeret, jo burgu, jo pushkatimi, por vetmia absolute e çdo njeriu brenda sistemit. Hoxha vet, i mbyllur në blok, i rrethuar nga njerëz që i friksoheshin, e kaloi dekadat e fundit të jetës duke parë armiq kudo. Dhe ndoshta, në mes të natës, ai e dinte, edhe atij mund t'i kishte ndodhur e njëjta gjë, nëse dikush tjetër do të kishte ardhur i pari. Kjo është historia e fundit e Enver Hoxhës. Jo historia e triumfit, por historia e frikës. Frika që ndërtoi bunker. Frika që vrau shok. Frika që mbajti rob 2,5 milionë njerëz për 4 dekada. Dhe disa pyetje mbeten ende pa përgjigje, duke pritur 30.000 faqe që askush nuk ka guxuar t'i lexojë deri në fund. Kur flet me banorët e vjetër të Tiranës, ata të cilët i kanë kujtimet nga vitet e fundit të komunizmit, gjithmonë ka një moment të veçantë ku ata ndalojnë. Hesht. Shikojnë diku larg. Dhe pastaj thon diçka si, se dinte njeri çfarë ishte e vërteta. Se dinta. Se dinte fqinji. Se dinte miku. Sepse e vërteta ndahej vetëm me ata që kishin nevojë të dinin, dhe ata pak njerëz jetonin brenda bllokut me dyert e mbyllura. Blloku. Ky fjalë ka kuptim të veçantë në gjuhën e Tiranës. Nuk ishte thjesht një lagje. Ishte një botë paralele brenda Tiranës, e rrethuar metaforikisht nga muret e privilegjit dhe konkretisht nga postbllokimet e sigurimit. Aty jetonin ministrat, gjeneralët, antarët e byros politike. Vilat ishin më të mëdha se shtëpitë e zakonshme. Supermarketi i bllokut kishte mallra që nuk gjendej askund tjetër në vend. Mishi, frutat nga jashtë, cigaret perëndimore. Ndërkohë jashtë mureve imagjinare të bllokut, albas e zakonshëm prisnin radhë për bukë dhe sheqer. Kjo ishte Shqipëria e Hoxhës, barazi vetëm në fjalime, jo në jetë. Por edhe brenda bllokut, frika ishte e pranishme. Ndoshta edhe më shumë. Sepse sa më afër centrës ishe, aq më shumë rrezikoheshe. Ata që jetonin pranë Hoxhës e dinin se mund të binin menjëherë pa paralajmërim. Kjo i bënte servile, antenat të vëmendshëm të çdo ndryshimi humori të sekretarit të parë. Dinin të lexonin shenjat. Kur Hoxha nuk bënte sy gjatë takimit, kjo do të thoshte diçka. Kur e lëvdonte dikë shumë, kjo do të thoshte diçka tjetër. Mehmet Shehu kishte mësuar të lexonte ato shenja. Pas 30 vjetësh pranë Hoxhës, duhet i kishte mësuar. Por nata e 17 dhjetorit tregon se edhe lexuesi më i mirë mund të gabojë. Ose ndoshta Shehu i kishte lexuar shenjat drejt. Ndoshta e dinte se çfarë do të ndodhte. Ndoshta ai i pari e kuptoi se vdekja e tij ishte e sigurt. Dosja hetimore e vdekjes së Shehu, dokumenti i firmosur nga shefi i hetuesisë i Tiranës Koço Josifi dhe eksperti kriminalist Estref Myftari më 29 dhjetor të vitit 1981, konstaton zyrtarisht vetvrasjen. Pistoleta. Plumbi. Gëzhoja. Ekspertimi balistik. Gjithçka përputhet teknisht. Por mungon autopsia. Autopsia, ekzaminimi i brendshëm i kufomës, ishte procedura standarde në rastet e vdekjes nga armë zjarri. Nuk u bë. Nga instancat e larta të shtetit dhe partisë erdhi urdhri, asnjë autopsi. Pse? Kjo pyetje rrëfimi e ka dëgjuar, sepse do të ishin gjetur prova të tjera. Mjekësia ligjore moderne shikon shenjat e jashtme të plagës dhe drejtimin e hyrjes e daljes dhe kryen analizë të pozicionit të trupit. Bazuar mbi ato të dhëna, drejtimi i qitjes nuk përputhet me pozicionin e vetvrasjes së zakonshme. Kjo nuk është spekulim. Ky është konkluzion shkencor i prezantuar nga profesori amerikan i mjekësisë ligjore, i cili ka analizuar dokumentat e disponueshme dhe ka shprehur mendimin e tij publik. Vdekja e Mehmet Shehut ka të ngjarë shumë të jetë vrasje. Por kush e vrau? Dhe kush urdhërua ta vriste? Ish kryetuesi i diktaturës, Qemal Lame, shkroi librin Miq dhe Armiq duke cituar agjencitë e lajmeve të fillim viteve 80. Reuters amerikanike dhe Tanjug Jugoslave kishin publikuar raportin fillestar. Kryeministri Mehmet Shehu u vra nga 2 oficer të truprojes personale të Enver Hoxhës.
Pastaj ky raport u korrigjua apo u tërhoq. Por kishte dalë. Dhe arkivat e agjencive e ruajnë ende. 2 oficer të truprojes personale të Hoxhës. Jo vetë vrasje. Vrasje e urdhëruar. Por kush urdhëroi, kush vrau, kush fsheu, kur saktësisht vendosi Hoxha, a ishte ka një ditë para apo shumë ditë para, a ishte plani i qartë apo impulsi i momentit, a e dinte sheu se çfarë do të ndodhte? Gjithë këto pyetje mbeten të hapura. Dhe çfarë do të thotë kjo për ne sot? Çfarë mësojmë nga historia e Enver Hoxhës dhe Shqipërisë komuniste? Mësojmë se frika është armë e dyfishme. Ajo mbron diktatorin, por e destabilizon gjithashtu. Hoxha ndërtoi 1985 vjet pushtet mbi frikën. Por edhe ai vetë jetoi me frikë. Ata mbi të cilin ai sundonte kishin frikë prej tij. Dhe ai kishte frikë prej tyre. Mësojmë se çmimi i kontrollit absolut është vetmia absolute. Mësojmë se bunkerët, sado shumë të ndërtosh, nuk të mbrojnë nga tjetri njeriu i ngushtë e besuar. 750.000 bunker. 55 vjet e kaluar. 30.000 faqe dokumentash. Dhe akoma 100.000 emra të lexuar pa fund. Historia e Enver Hoxhës nuk ka mbaruar. Ajo vazhdon të jetë prezente në kujtesën e Shqipërisë, në strukturat betoni të bunkerëve, në arkivat ende të mbyllura, në heshtjen e banorëve të vjetër të Tiranës kur biseda kthehet te ato vite. Çdo vend ka të fshehtat e veta. Shqipëria i ka të saj të ngulura në çimento. Por le të kthehemi pak mbrapa, te nata e dhjetorit. Sepse ka akoma detaje që duam t'i shohim më nga afër. Kur Radio Tirana njoftoi lajmin e vdekjes, e quajti shehun shok. I dha të gjitha titujt e tij zyrtar. Kjo ishte e pazakontë. Në shtetet komuniste, të vdekurit me krim zakonisht hiqeshin nga historia menjëherë. Nuk mbaheshin si shok. Por ky protokoll i dhënë, ky respekt i kushtuar, sugjeronte se regjime nuk donte shkak sensacioni. Donte të prezantonte çdo gjë si të qetë, si normal. Natë normale. Krizë nervore. Vetvrasje. Gënjeshtra e qetë është gjithmonë më e rrezikshme se bërtima. Dhe pastaj, gati 11 muaj më vonë, mbledhja e plenumit të 4 të Komitetit Qendror. Shtator 1982. Hoxha merr fjalën. Tregon historinë e komplotit të shumë fish. Shehu si agent i Gestapos, i inteligjencës italiane, i Jugosllavisë, i KGB-s, i CIA-s, i MI6 hit britanik. 6 shërbime sekrete. Njëkohësisht. 40 vjet. Pa u zbuluar. Edhe ata që e kishin parë shehun të vriste pa lëkundje i dinin se kjo ishte absurde. Njeriu i cili kishte vrarë armiqt jugoslav, kishte pastruar partinë nga influencës jugoslave, ky do të ishte agent i Beogradit. Njeriu i cili kishte luftuar kundër nazistëve me armë në dorë, ky do të ishte agent i Gestapos. Por logjika nuk kishte vend brenda sallës ku Hoxha fliste. Askush nuk ngriti dorën të pyeste. Askush nuk tha, jo, kjo nuk ka kuptim. Sepse t'i bëje pyetje Hoxhës do të thotë të vënit vetes shenjën e armikut. Kadri Hasbiu, ministri i brendshëm dhe ministri i mbrojtjes, u bë objekt i raundeve pasuese të pastrimit. Edhe ai ishte kritikuar si bashkëpunëtor i shehut. Edhe ai u ekzekutua. Edhe ministri i jashtëm Reis Malile. Edhe ministri i shëndetit. Pastrimi i viteve 1981 deri 1983 eliminoi shumë drejtues të rangut të lartë, ministra, general, antar byroje. Kjo ishte pastrimi i fundit i madh i Hoxhës. Ai ishte i sëmur. E dinte se do të vdiste. Dhe para se të vdiste, donte të sigurohej se asgjë e paparashikueshme nuk do të ndodhte. Asnjë rival. Asnjë pyetje. Asnjë dyshim. Kontroll deri në vdekje. Edhe pas vdekjes. Sepse Hoxha kishte shkruar 56 vëllime, kujtime, analiza, fjalime, vepra teorike. Titujt ishin të shumtë: Imperializmi dhe revolucioni 1978, vetadministrimi jugoslav, po atë vit, Eurokomunizmi është antikomunizëm 1980. Çdo libër i tij ishte detyrues në shkolla. Çdo fjalim i tij ishte doktrinë. Çdo fotografi e tij kishte vend të caktuar dhe të saktë në ndërtesa publike. Ndërkohë, Shqipëria mbeti teknologjikisht e bllokuar. Pa televizion satelitor.
Pa komunikim të lirë me jashtë. Shumë pak radio. Gjatë regjimit të Hoxhës, të dëgjosh radio Zërin e Amerikës dënohej. Të kesh kontakte me të huaj ishte krim. Të tentoje të aratiseshe ishte krim me vdekje. Disa u qëlluan duke kaluar kufi. Disa u kapën dhe u pushkatuan. Shumë trupat e tyre u lanë kufiri ditë si mësim. Kufiri shqiptar nuk ishte vetëm vijë gjeografike. Ishte kufi mendor, kufi mbijetese, kufi frike. Midis viteve 1987 dhe 1991 gjithçka ndryshoi. Lindmuri ra. Shtetet komuniste radhazi hapën dyrë. Rumania ekzekutoi Ceaușescun. Shqipëria ishte e fundit, por edhe aty ndryshimi erdhi. Student marshuan nëpër Tiranë. Statujat e Hoxhës u rrëzuan. Ambasadat e huaja u mbushën me njerëz që kërkonin vizë. 1991 dhe heshtja 4 dekadore filloi të çahej. Por çfarë lihet pas në heshtje të tillë? Ç'gjen kur hap arkivat? Gjen dokumente. Gjen fotografi. Gjen marrëveshje sekrete. Gjen prova se ata njerëz ekzistonin, ata të pushkatuarit, ata të burgosurve, ata të internosurit. Gjen prova se frika ishte reale, jo e trilluar. Gjen emrat e informatorëve. Dhe fillon të kuptosh se informatorët ishin edhe ata vetë viktimat të sistemit, sepse nëse nuk bashkëpunoje, bëheshe edhe ti dyshim. AIDSH, Autoriteti Shqiptar i Deklasifikimit të Dosjeve të Sigurimit, vazhdon të hap dosje. Por jo të gjitha. Ka dokumente që akoma mbeten të klasifikuara. Ka emra që nuk janë zbuluar. Ka vendime që nuk janë shpjeguar. Dhe pyetja rreth Mehmet Shehut mbetet. 30.000 faqe dosje. Dhe sërish, asnjë përgjigje definitive. Ndoshta kur nuk do të kemi. Ndoshta disa të vërteta janë të varrosura aq thellë sa bunkeret e Hoxhës nën tokën e Shqipërisë. Njeriu nga Gjirokastra, djali i tregtarit të stofit, i cili recitonte vjershat e rilindësve si adoleshent dhe braktisi universitetet e Francës, ky njeri mbajti hostaz 2,5 milionë njerëz për 40 vjet. Dhe varrosi të vërtetën aq mirë sa edhe sot, 4 dekada pas vdekjes së tij, arkiva mbajnë faqet me firmë të padukshme. Por historia ka mënyrat e veta të rrëfimit. Bunkeret flasin. Emrat e të vdekurve flasin. Heshtja e banorëve të vjetër flet. Dhe 100.000 emra lexohen end, pa fund, në audio naracion të Bunkart 2, ku çdo emër zgjat sekonda, dhe kur të gjithë bashkohen, jeta kalon. Kjo është historia e Shqipërisë komuniste dhe e Enver Hoxhës, diktatorit që friksoi më shumë se çdo tjetër në Evropën e shekullit të 20. Por historia nuk mbaroi me Hoxhën. Historia mbaroi me heshtjen dhe filloi sërish me Zërin. Fiqre të Shehu. Ky emër duhet të ndalemi. Gruaja e Mehmet Shehut, e nënës dhe e administratores familjare, u arrestua menjëherë pas vdekjes së burrit të saj. U dërgua në burg. Pastaj dol. Pastaj u dërgua sërish. Jeta e saj pas vitit 1981 ishte labirint ndëshkimi sistematik. Edhe djali Vladimir vdiq në rrethana të errëta. Edhe kjo vdekje u klasifikua zyrtarisht si vetvrasje. Familja e tradhtarit duhet të vuante. Ky ishte doktrina. Jo vetëm dëno individin. Shkatëro farefisin. Lëre familjen si shembull. Kjo ikte nga logjika e drejtësisë dhe hynte në logjikën e terrorit. Edhe familjet e tjera të armiqve kishin të njëjtin fat. Nëse babi kishte bërë gabim, fëmijët nuk pranonin universitetet. Nëse motra kishte u burgos, vëllai humbte punën. Zinxhiri i ndëshkimit kolektiv kapte çdo degëzim familjar. Kjo bënte që inernacioni të ishte ndëshkim i dy fisht, jo vetëm dëboje personin nga qyteti, por dëboje gjithë familjen në fshat të largët, pa punë, pa të ardhura, pa të drejta. Shqipëria komuniste kishte 3 radhë burgje, burgun formal me mure, internimin si banim i detyruar larg qytetit dhe burgun social të stigmës, kur ti dhe familja jote ishit armiq dhe çdo derë mbyllej para jush. Dhe ndërkohë, ata të cilët kishin lajmëruar apo denoncuar apo bashkëpunuar me sigurimin ishin akoma aty, të pa identifikuar, pranë jush, në klas, në punë, nga fqinji. Dyshimi bëhej mënyrë jetese. Por le të shkojmë akoma pak mbrapa, para Shehut, para byros politike, para vitit 1981. Beqir Balluku.
Ky emër shpesh harrohet. Balluku ishte ministri i mbrojtjes, njëri nga figurat kryesore të komunizmit shqiptar. Ai e mbajti atë post nga viti 1949 deri në vitin 1974. 25 vjet ministër mbrojtje. Njeri i ushtrisë, i besuar Hoxhës. Deri sa nuk ishte. Deri sa Hoxha vendosi. Balluku u arrestua, u akuzua, u ekzekutua. Edhe Balluku kishte fatin e shumë të tjerëve para dhe pas tij. Lodroja e madhe e besnikërisë, ti je besnik derisa Hoxha vendos se nuk je. Dhe zgjedhja e nëntorit vitit 1945, zgjedhjet e para pas luftës. Lista e vetme e kandidatëve. 100% e votuesve votuan partinë. Kjo statistik në demokraci është e pamundur. Kjo statistik në diktaturë është qesharake. Por kur askush nuk guxoi ta quajë qesharake me zë të lartë brenda Shqipërisë. Enveri dinte si të organizonte. Dinte si të kontrollonte procesin zgjedhor. Dinte si ta bënte gjithçka të dukej legjitime kur ishte. Por dinte edhe diçka tjetër. Dinte si të ndërtonte kultimin e personalitetit. Fotografia e tij ishte me detyrim në çdo zyrë, çdo dyqan, çdo klasë shkollore. Fëmijët e shkollës fillore mësonin vjershat për shokun Enver. Librat historik e paraqitnin si themeluesin e partisë, organizatorin e luftës, çlirimtarin e vendit. Gjithçka. Edhe ata arritkime ishin tashmë pjesë e mitologjisë zyrtare. Ismail Kadare, shkrimtari, shkroi disa vepra gjatë periudhës komuniste. Disa ishin të miratuara nga regjimi. Disa jetonin mes mirëpritjes zyrtare dhe rrezikut. Krushit janë gdhir nuk ishte roman i zakonshëm. Generali i ushtrisë së vdekur kishte shtresa kuptimi që sigurimi nuk i lexonte. Kadare ishte i aftë të fshihte kritikën brenda metaforës, brenda alegorizës, brenda historisë. Kjo ishte arti i mbjetesës artistike në diktaturë, por flas me fshehurazi. E megjithatë, Kadare emigroi të fundit pas Ramadan Sokoli e shumë kritikëve të tjerë. Shkoi në Paris 1990. Dhe atje, lirshëm, shkroi Pasardhësin, romanin rreth vdekjes e Mehmet Shehull. Romani u bë bestseller ndërkombëtar. I u dha çmime. U përkthye. Por as Kadare nuk di të thotë definitivisht çfarë ndodhi natën e 17 dhjetorit të vitit 1981. Ai ndërtoi fiksion bazuar mbi mister. Sepse misteri mbetet. Dhe tani, 30.000 faqe dosje janë hapur. Ato përfshin raporte mbi Shehun dhe familjen e tij, me dhjetëra vjet vëzhgim nga sigurimi, raporte, fotografitë, vlerësimet. Gjithë jeta e Shehut e dokumentuar nga aparati i vëzhgimit. Çfarë hante, çfarë thoshte, kush takonte, ku shkonte. Edhe shoku numër 2 i vendit nuk ishte i lirë nga syri i sigurimit. Askush nuk ishte. Dhe kjo, ndoshta, është mësimi qendror i Shqipërisë komuniste, kur krijon sistem ku askush nuk beson askënd, ku çdo marrëdhënie është potencialisht i infektuar nga dyshimi, ku familjarët raportojnë familjarët dhe fqinjet vëzhgojnë fqinjet, ke krijuar ferr shoqëror. Jo vetëm për ata armiq jashtë mureve, por edhe për të gjithë brenda. Edhe ti, Enver Hoxha, ke brenda atij ferri. Ndoshta u krye puna. Ndoshta e kuptove. Ndoshta jo. Sot, ndërtesa e Komitetit Qendror të PSH është zyra qendrore e presidentit të Shqipërisë. Vilat e bllokut janë kafe, restorante, ambasada. Piramida e Tiranës, e ndërtuar si muze i Hoxhës, u rindërtua si qendër kulturore nga studioja holandeze MVRDV dhe u rihap në vitin 2022. E ish statuja e Hoxhës shkon nëpër muze historike si relikte. Historia bëhet turizëm. Turmi bëhet kuptim. Dhe bunkerët? Mbetën. 750.000 bunker mbetën fizikisht në tokën shqiptare. Shumë janë thyer, të paregullueshëm, plot ujë e pluhur. Disa janë kthyer. Njëri u bë dyqan bluaja druri. Tjetri kafene piknikeje pranë bregut. Njëri tjetër muze erotik në veriun e vendit. Ironi. Historia ka mënyrën e vet për të lozur. Por 30.000 faqe dokumentash të AISH-s i ka lexuar dikush? I ka lexuar të gjitha?
Apo gjendet akoma faqja ku shkruhet se kush dha urdhrin, kush vrau, kush mbuloi, cilat ishin fjalët e fundit të sheut para se ai të ngritej nga mbledhja e byros politike dhe të kthehej shtëpi? Ajo faqe, nëse ekziston, mund të jetë gjëja e vetme që mungon. Por ndoshta ajo faqe gjendet ndërmjet numrit 12364 dhe numrit 12365. Dikush mund ta hapte dhe ta lexonte. Dikush mund ta dinte tashmë. Dhe historia e Enver Hoxhës do të mbyllej me atë faqe. Ose, ndoshta nuk do të mbyllej fare. Sepse disa mister janë ndërtuar të qëndrojnë. Si bunkerët. Si Cimentos. Të qëndrojnë. Mirë po të kthehemi edhe njëherë te pyetja themelore, çfarë bëri Enver Hoxha kaq unik ndër diktatorët e shekullit të 20? Kishte shumë diktatorë tjerë. Stalin vrau miliona. Hitler vrau dhjetëra miliona. Pol Pot shkaktoi gjenocid. Në krahasim me ta, me numrat abstrakt, Hoxha duket i vogël. 6027 të ekzekutuar. 17.600 të burgosur. 20.000 të internuar. Por çfarë e bën Hoxhën të veçantë nuk janë numrat. Është skala dhe kohëzgjatja relative. Shqipëria kishte vetëm 2,5 milionë banor. Ekzekutimet proporcionale ndaj popullsisë janë ndër më të lartat në Evropë komuniste pas Stalinit. Çdo familje shqiptare kishte dik, të vrarë, të burgosur, të internuar, informator, ose thjesht dik që mbante frikë çdo ditë. Kjo bënte se regjimi ndjehej personal. Nuk ishte statistik larg, numër abstrakt. Ishte baba i fqinjit. Ishte xhaxha i shoqes. Ishte vëllai i mësueses. Por Hoxha kishte diçka tjetër, kohëzgjatje. 42 vjet si sekretar i parë i partisë. Kjo do të thotë që brezat e tërë shqiptarësh nuk kanë njohur asgjë tjetër. Ai që ka lindur në vitin 1950 ka mësuar vetëm sistemin e Hoxhës. I pruri identitetin, mënyrën e të menduarit, kufit e të imagjinuarit. Kur komunizmi ra, shumë njerëz nuk e dinin si të vepronin jashtë sistemit. Kjo është lëndimi më i thellë i diktaturës, jo vrasja fizike, por shkatërimi i aftësisë për të menduar lirshëm. Dhe kjo lëndim ka efekte epigenetike. Trashëgohet. Frika e prindërit ndikon fëmijën. Heshtja bëhet zakon. Dyshimi bëhet refleks. Brezi i lindur pas 1991, teorikisht i lirë, vazhdon të mbajë gjurmët e asaj heshtjeje. Kjo nuk është metaforë. Ka studime psikologjike rreth pasojave të autoritarizmit transgjenera. Nuk është faj i askujt. Është trashëgimi i sistemit. Por Shqipëria ka edhe trashëgimi tjetër. Trashëgim rezistence. Ata intelektual të 22 të pushkatuar pa gjyq në vitin 1951, Shqyqyri Bergjoli, Koltromara, Nexhmie Haxhi Hasani e të tjerë vdiqën duke mohuar akuzat. Ata nuk ishin hidhurit bombë ndaj ambasadës sovjetike. Pushkatimi ishte krim i shtetit ndaj tyre. Musine Kokalari, shkrimtare dhe aktiviste, motër e Hamit Kokalarit, shoqit të fëmijërisë të Hoxhës, u arrestua, u burgos, u torturua, u internua. Vdiq si grua e thyrë, e harruar. Por emri i saj u mbajt mend. Sot ka rrugë, shkolla, institucione me emrin e saj. Historia ka mënyrën e vet të rehabilitimit. Lufta partisane e viteve 1942 deri 1944 solli edhe figurat e veta heroike. Partizan si Qemal Stafa, i cili u vra nga forcat italiane ndërkohë luftonte, u bën legjendë. Por edhe ata, pas dekadash regjimi, u bën propagandë. Heroizmi u shfrytëzua. Historia u riformua. Kjo ndodh me çdo regjim, e kaluara shkruhet sipas nevojave të tashmes. Tani, e tashmja shqiptare shkruan të kaluarën e regjimit. Shkruan me shumë mision dokumentimi, me arkiva, me museum. Bunkart 1 dhe 2 janë ndër ata. Shtëpia i gjeteve në Tiranë, dikur seli e sigurimit, sot Muzeu i Survejimit dhe Persekutimit, është tjetër. Gjirokastra, qyteti lindjes i Hoxhës, ka muzeu të tij. Por dikush thotë se muzeu nuk rrëfen sakt. Historia e Hoxhës vazhdon të jetë e kontestuar. Disa nostalgjik e kujtojnë me mirësi, kishte rend. Nuk kishte korrupsion. Nuk kishte krim. Ata harrojnë, ose nuk e kanë parë, burgun dhe ekzekutimet. Ose justifikojnë si nevoja e kohës.
Kjo nostalgjia e diktaturës nuk është vetëm shqiptare. Gjendet kudo ku diktatura e ish komuniste ka lënë vakum. Serbi me Milosevicin, Rumani me Ceaușescun, Rusi me Stalinin. Kur e ardhmja duket e pasigurt, e kaluara e diktaturës bëhet referencë stabiliteti. Nuk ishte e mirë, por isha e njohur. Kjo është rreziku i frikës. Jo vetëm frika e ditës, por nostalgjia e frikës. Sepse sistemi i Hoxhës ndërtoi stabilitetin e tij mbi frikën. Dhe kur frika mori fund, stabiliteti u bë kaos. Dhe kaosi i ri i viteve 90 bëri shumë njerëz të kujtojnë me mall kaosit në diktaturë, ku të paktën dijej si do të kthehej dita. Kjo është dilema e rehabilitimit të historisë. Por 30.000 faqe të AIDSH-s e bëjnë diçka thelbësore, japin emra, japin data, japin fragmente të historive personale, i japin emër asaj çfarë ishte. Nuk e lën anonime. Dhe emri i Mehmet Shehut, i gjetur ndërmjet atyre faqeve, flet edhe sot. I vrar apo i vetë vrar. Agent i 6 shërbimeve ose viktim e paranojës. I dyti në hierarki ose i pari në listën e shënimit. Të gjitha këto janë të mundshme. Asnjë nuk është definitivisht e provuar. Dhe kjo gjendje, kjo pezullimi të vërtetës, është pasojë e fundit dhe ndoshta më e dhimbshmja e diktaturës, jo vetëm e kaluara e mbyllur, por e ardhmja e pasigurt e kuptimit. Njeriu nga Gjirokastra vdiq 11 prill 1985. Ju dhan 7 ditë zje kombëtare. Miliona njerëz qanë. Pastaj ndryshimi erdhi. Por ndryshimi nuk sjell automatikisht të vërtetën. Sjell mundësinë e të vërtetës. 30.000 faqe mundësi. Dhe dikush, diku, e ka të gjithë historinë. Por le të shkojmë edhe në thellësi të fundit. Atje ku historia nuk është vetëm e bujshme, por e errët. Ka dëshmi se Enver Hoxha i kishte frikë njerëzve që i kishte bërë diçka. Jo në kuptim moral, por në kuptim praktik. Njerëzit të cilët i kishte akuzuar rrejshëm, i kishte dërguar në burg pa faj, i kishte internuar familjet, këta njerëz ishin rrezik potencial. Sepse diheshin. Sepse mund të flisnin. Kështu, Hoxha kishte interes të mbante larg nga e vërteta ata të cilët dinin. Interes të eliminonte gradualisht. Interes të mbyllte historinë para se ajo të fliste. Mehmet Shehu dinte. Kishte qenë aty. Kishte nënshkruar urdhrat bashkë me Hoxhën. Kishte drejtuar pastrimin jugoslav të vitit 1948. Kishte qenë prezent gjatë ekzekutimit të 22 intelektualëve të vitit 1951. Dinte emrat. Dinte vendimet. Dinte kush kishte urdhëruar çfarë. Ai dinte shumë. Njeriu që di shumë është gjithmonë rrezik për diktatorin. Por ky nuk ishte i vetmi shkak. Kishte edhe çerekun e konfliktit personal të grumbulluar me dekada. Mosmarrëveshjet e luftës, kur Shehu kishte pasur mendime negative rreth Hoxhës. Pyetja e trashëgimit, kush do të ishte pasardhësi? Shehu ishte i dytë. Nëse Hoxha së murej, Shehu mund të bëhej i pari. Kjo gjendje rrezikonte kontrollin. Dhe pastaj çështja britanike. Arben Puto gjeti ato dokumente. I tregoi Hoxhës. Hoxha i lexoi. Dhe mendja kronikisht dyshuese e Hoxhës nuk ndaloi para logjikës. Nëse britanikët e konsideronin Shehun element pro-britanik, kjo do të thotë se ndoshta ai realisht ishte. Kjo logjik ishte absurde. Dokumentet britanike dëshmonin interesin e Britanisë, jo besnikërinë e Shehut. Por logjika absurde ka fuqi absolute brenda mendjes paranojake. Hoxha vendosi. Vendosi para mbledhjes. Vendosi të gjitha detajet. Vendosi si do të paraqitej vdekja. Vendosi kush do ta ekzekutonte. Vendosi cilin tekst do të lexonte Radio Tirana mëngjesin e 18 dhjetorit. Kjo është hipoteza. E mbështetur nga provat tërthorta, dëshmia e oficerëve, analiza mjekësoligjore, raportimi fillestar i agjencive të lajmeve dhe logjikas e brendshme e sistemit. Por jo provë e plot. Sepse prova e plot kërkon dokumentin. Dokumentin me urdhrin. Dokumentin me emrat e ekzekutuesve. Dokumentin me datën dhe kohën. A ekziston ai dokument?
Ndoshta atë dokument gjendet ndërmjet 30.000 faqeve të AIDSH-s. Ndoshta po. Ndoshta janë fshirë. Ndoshta janë akoma të klasifikuara. Ndoshta askush nuk e ka lexuar akoma ato faqe ku gjenden. Apo ndoshta Hoxha, njeriu I cili dinte të kontrolloj gjithçka, dinte edhe ta kontrolloj gjurmën e dokumenteve. Dinte cilat faqe asnjëherë nuk duhej të shkruheshin. Kjo është e mundshme. Edhe kjo. Sepse diktatori I mirë nuk lë shenja. Diktatori I mirë fsheh. Dhe Enver Hoxha ishte diktatori I suksesshëm ndër të suksesshëm të shekullit të 20. 42 vjet. Pa rënë. Pa u rrëzuar. Pa u pushkar. Pa u arrestuar. Pa u gjykuar. Vdiq si plak në shtrat I rrethuar nga mjekët e tij. Ndërkohë dhjetëra mijëra njerëz vdiqën ndryshe. Me plumë. Me torturë. Me uri në kamp. Me thyrje graduale brenda burgjeve të zymta. Kjo pabarazi e fates është ajo çfarë historia ngre si akuzë ndaj Hoxhës. Jo gjykata. Jo tribunale. Historia vetë. Dhe historia vazhdon. Çdo herë që dikush hap një faqe të arkivës. Çdo herë që dikush deklaron emrin e informatorit. Çdo herë që familja e të burgosurit kërkon njohjen e padrejtësisë. Historia shqiptare e shekullit të 20 ende nuk ka marrë gjykimin e saj definitiv. Por po I afrohet. Ndoshta 30.000 faqet e AIDSH-s janë fillimi I atij gjykimi. Faqe pas faqeje, emër pas emri, incident pas incidenti, sistemi I Hoxhës rrëfehet. Jo nga ai vetë, por nga dosjet e veta. Kjo është ironia e fundit, sistemi I survejimit absolut I krijuar të mbajë nën kontroll popullin, ka lënë pas evidencën e vet ka dokumentuar krimet e veta. Sepse sistemi donte të mbante rekorde. Rekorde të kontrollit, rekorde të frikës, rekorde të sundimit. Dhe tani ato rekorde tregojnë fytyrën e vërtetë të sistemit. 30.000 faqe me prova kundër krijuesit të tyre. Dhe nata e 17 dhjetorit të vitit 1981 vazhdon të mbetet aty, midis faqeve. Një fakt, një plumë. Një vdekje. Dhe qindra hipoteza. Kjo është historia e Enver Hoxhës dhe Shqipërisë komuniste. Historia që nuk ka ende fund. Sepse historia me fund ka rezolut. Kjo ende nuk ka. Ka vetëm faqe pas faqeje, emër pas emri, natën e 17 dhjetorit dhe pyetjen pa përgjigje, çfarë saktësisht ndodhi? Kush ishte aty? Çfarë u tha? Çfarë u urdhërua? Dhe derisa ai dokument nuk del nga arkivat, historia mbetet e hapur. Si bunkeret. Hapur. Bosh. Duke pritur. Dhe tani, le të shikonim atë çfarë nuk e kemi shikuar plotësisht akoma, brendësinë e Enver Hoxhës si njeri. Ata që e kanë njohur personalisht, posaçërisht ata pak që kanë folur pas rënies të regjimit, përshkruajnë një njeri të ndryshëm nga ai I fotografive zyrtare. Ai I fotografive zyrtare ishte I sigurt, gjakftohtë, autoritativ. Ai I amintimeve personale ishte I ndryshueshëm, I aftë të shfaqte çdo lloj humori dhe megjithatë I ftohtë kur vendoste. Kjo dualitet ishte shenja e tij, humori sipas rrethanave, por vendimi I ngurtë dhe pa lëkundje. Nexhmie Hoxha, gruaja e tij, mbeti besnike ndaj kujtimit të tij edhe pasi rënia e komunizmit solli si mundësi revanshizmin. Edhe kur opinioni publik shqiptar kthehej kundër trashëgimisë të bashkëshortit të saj, Nexhmia mbronte. Ajo u gjykua vet pas vitit 1990. U dënua. Doli nga burgu. Foli rrallë, kur foli mbrojti. Kjo besnikëri konjugale ndaj diktatorit është fenomen tjetër historik. Gjendet edhe me të tjerë, Clara Petazzi me Mussolinin, Elena Ceaușescu me nikën e saj. Diktatori ka rreth tij njerëzit që e besojnë plotësisht. Dhe ata njerëz janë pjesë e sistemit. Por çfarë mendoi Nexhmia natën e 17 dhjetorit? A e dinte? A kishte marrë paralajmërim? A kishte pyetur? Këto pyetja Nexhmia nuk I ka përgjigjur kurrë publikisht. Dhe kjo heshtje kujtohet. Por ka edhe histori tjetër brenda historisë, ajo e rinisë shqiptare që u rrit nën komunizëm dhe e njohu Hoxhën vetëm si bust bronce e fotografi me kornizë të ardhë. Ata fëmijë të shkollave fillore që mësonin vjershat, shoku Enver nuk do të vdes kurrë, nuk kishin pikpamje tjetër. Ai ishte norma. Ai ishte e gjithë historia.
kur në vitin 1985 Radio Tirana njoftoi vdekjen e Hoxhës, fëmijët në shkolla qanë. Mësuesit qanë. Jo nga obligimi, por nga shkaku, siç besonin, I humbjes reale. Kjo është fuqia e indoktrinimit, ta bëj fëmijën të qajë vdekjen e sistemit si vdekjen e njeriut të dashur. Dhe kur sistemi ra, brezi ai u gjet pa udhëzues. I formuar për të jetuar brenda sistemit, pa pritur jashtë tij. I mësuar të besoj, pa pritur I lirë të dyshoj. Kjo tranzicion psikologjike ishte brutale. Shumë njerëz e gjetën veten të humbur. Dekada të tëra pas kaluan ndërkohë që Shqipëria riorganizohej. Krimi I organizuar. Politika e trazuar. Emigrimi masiv. Shumë nga ata që kishin lindur nën komunizëm emigruan. Gjakova, Shkodra, Tirana boshatisën. Por emigrantët mbartnin edhe historinë me vete. Dhe shpesh, në vendet e reja, filluan të flisnin. Filluan të tregojnë. Filluan të shkruanin. Kjo diaspora u bë pjesë e procesit të historisë. Por le të kthehemi edhe njëherë te tema qendrore, dokumentet. Ndërmjet vitit 1992 dhe 2020, Shqipëria hapi gradualisht arkivat e sigurimit. Jo të gjitha me njëherë. Gradualisht. Disa dokumente ishin dëmtuar qëllimisht para hapjes. Shumë dosje kishin faqe që mungonin. Disa emra informatorësh akoma mbrohen. Kjo proces nuk ishte I thjeshtë. Kishte argumente juridike, nëse publikohen emrat e informatorëve, a rrezikohen ata ose familjet e tyre sot? Kishte argumente morale, a ka të drejtë viktima të di kush e kishte denoncuar, edhe nëse denoncuesi ishte vetë I detyruar? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Dhe rreth vitit 2023, 30.000 faqe rreth Mehmet Shehull. Kaq shumë, kaq detaj. Mbi 50 vjet vëzhgim I njërit person nga vitit 1939 deri vitit 1981. Lindja e tij. Aktiviteti partizan. Mësimet. Marrëdhëniet. Vizitat. Mbledhjet. Bisedimet. Fjalët. Frika. Dyshimet. E gjithë jeta e Shehut e dokumentuar me syrin e sigurimit. Dhe brenda atyre faqeve, ndoshta edhe ajo çfarë ndodhi natën e 17 dhjetorit. Ndoshta. Ose ndoshta, edhe ata 30.000 faqe janë selektuar. Janë ato çfarë sistemi deshi të linte. Jo të gjitha. Kjo është natyrë arkivash të diktaturave, nuk janë plot. Janë selektive. Janë formuar me qëllim. Dhe atëherë, si mund të ndërtojmë historinë e plot? Ndërmjet fragmenteve. Ndërmjet dëshimive. Ndërmjet raportimeve ndërkombëtare. Ndërmjet librave si Pasardhësi I Kadares dhe Miq dhe Armiq I Lames. Ndërmjet analizës mjekësoligjore të profesorit amerikan. Ndërmjet raportit të agjencisë Reuters. Ndërmjet kujtimeve të oficerëve të vjetër, shumë të cilëve tashmë kanë vdekur. Historia ndërtohet me copëza. Dhe copëzat e kësaj histori tregojnë fytyrën e diktaturës. Por ende lën pyetjen qendrore pezull. Kush e vrau Mehmet Shehun? Ndoshta ju, duke lexuar këto rreshta, ndiheni të frustruar. Keni pritur përgjigje. Keni pritur rezolutën. Keni pritur fundin e misterit. Por historia shpesh nuk jep rezolutat. Historia shpesh lë pyetjet hapura. Dhe ndoshta kjo është mesazhi I vërtet, jo çfarë ndodhi atë natë, por pse jetojmë me pasiguri rreth saj dhe çfarë kjo pasiguri na tregon rreth sistemit që e krijoi. Sistemi I Hoxhës ndërtoi pasigurinë si mjet. Pasiguria mbante njerëzit të frikshëm. Pasiguria mbante pushtetin të qëndrueshëm. Dhe pasiguria mbeti pas vdekjes të diktatorit e gdhendur brenda arkivave, brenda faqeve me zhurje, brenda minutave të mbledhjeve ku emrat janë redaktuar. Pasiguria është trashëgimia e fundit. Dhe ne, sot, të cilët dëgjojmë historinë, mbetemi me pyetjen. Jo si disfat, por si detyrë. Detyrë për të vazhduar, faqe pas faqeje, deri atje ku historia flet me siguri. Nëse e ver arrin aty. Por bunkerët qëndrojnë. 750.000 bunker në rrezet e diellit të Adriatikut e të Jonit, mbi rastat e maleve të brendshme, pranë fshatrave të heshtura dhe bregdeteve të zhurmshme. Ata qëndrojnë si dëshmitar të heshtjes. Dëshmitar të asaj kohe.
dëshmitar të asaj frike. Dhe ndoshta, nëse vendosesh afër njërit prej tyre dhe dëgjosh me vëmendje, do të dëgjosh akoma jehonën e atyre viteve. Ose ndoshta jo. Ndoshta bunkerët janë thjesht çimento. Por çimentoja tregon, edhe ajo, dikush e ndërtoi. Me mun. Me burime. Me kohë. Me frikë. Me paranojë. Me urdhrin e një njeriu nga Gjirokastra. Dhe kjo gjithë çimento, kjo histori monumentale frike, ka një emër. Enver Hoxha. Dhe tani, të kthehemi te çimentoja e historisë, ndër shtresat e kuptimit, ku gjendet akoma diçka e patreguar. Nëntor 1981. Javë para mbledhjes fatale të byros politike. Mehmet Shehu ecte nëpër korridoret e Komitetit Qendror. Ai ishte 68 vjeç. Kishte shërbyer si kryeministër për 27 vite. Kishte qenë gjithmonë i dyti. Gjithmonë pas Enverit. Gjithmonë pas Hoxhës. Ishte mësuar me këtë pozitë. Por ai kishte pranuar plotësisht. Dëshmitë shqiptare pas vitit 1991 sugjerojnë se Shehu kishte mendime të veta, jo gjithmonë të njëjta me Hoxhën. Kishin diskutuar çështje strategjike. Kishin pasur mosmarrëveshje rreth Kosovës, Shehu, si ushtarak, kishte interesa më agresive, Hoxha ishte pragmatik. Kishin pasur mosmarrëveshje rreth ekonomisë. Kishin pasur mosmarrëveshje të shumta, të fshehta, të kontrolluara, gjithmonë brenda kufive të pranueshëm. Por kufit ndryshuan. Ose Hoxha i ndryshoi. Fejesën e djalit të Shehut, Skënderit, me vajzën e familjes Shkurti, Hoxha e mori si pretekst. Preteksti fort apo preteksti dobët nuk ka rëndësi. Hoxha vendosi. Dhe kur Hoxha vendoste, vendimi ishte absolut. Mbledhja e byros politike u mbaj. Shehu dëgjoi kritikën. Dëgjoi akuzat. Dëgjoi kolegu pas kolegu të ngrihej e të thoshte fjalë kundër tij. Ata njerëz që kishin punuar me të. Ata njerëz që kishin ndarë vendimet, festat, pushimet. Që e kishin quajtur shok me sinqeritet ose me frikë. Tani ngriheshin kundër tij. Kjo dinamik njihet në psikologjinë politike, efekti i gurzimit kolektiv. Kur lideri i grupit shënjen dik, të gjithë të tjerët garojnë të jenë të parët që hedhin gurin. Jo nga urrejtja, por nga vetëm mbrojtja. Nëse heshtin, bëhen bashkëpunës të shënjuarit. Dhe bashkëpunësia mund të sjellë edhe tek ata fatin e njëjtë. Kështu, mbledhjet e byros politike kur kritikoi dikush bëheshin ceremonit e gurzimit kolektiv. Shehu u kthye shtëpi. Ç'mendoi? Çfarë diti? A thiri dik? A gjeti dik me të cilin të fliste? Gruaja ishte aty, fiqretja. Djemt? A dinte familja? Oficeri i shoqërimit tregon se telefonat e vilës ishin kontrolluar para mbledhjes me urdhër. Kjo do të thotë, dikush e kishte urdhëruar kontrollin. Dhe urdhri nuk vinte nga Shehu vetë. Pra dikush tjetër nga jashtë vilës kishte vendosur ta monitoronte Shehun atë ditë. Pastaj mesnata. Pastaj zhurma. Pastaj heshtja. Dhe mëngjesin e ditës pasardhëse, Radio Tirana, shoku Mehmet Shehu ka kryer vetvrasje në një moment krize nervore. Gruaja. Djemt. Çfarë dëgjuan? Çfarë u than? Çfarë u than t'u thonin fëmijëve? Dhe pastaj policët e sigurimit erdhën. Arrestuan. Morën. Familja e kryeministrit e ish kryeministrit kaloi nëpër labirintin e burgosjes, lirimit, riburgosjes. Kur fiqrete Shehu vdiq, edhe kjo vdekje u klasifikua zyrtarisht si vetvrasje. Familja e Shehut ka vdekjet e veta misterioze. Historia albanese ka tradita të tilla, jo vetëm individi, por gjithë familja. Kjo nuk ishte aksidentale. Ishte sistemike. Dëshira për të fshirë çdo shenjë të kundërshmit nuk mjaftoi me individin. Duhej edhe familja. Dhe kjo metodë, ky parim i ndëshkimit kolektiv, Hoxha nuk e kishte trilluar vetë. Ishte mësuar. Kishte studuar. Stalini i kishte bërë të njëjtat. Masat i kishin bërë të ngjashme. Ndëshkimi kolektiv ishte teknik standarde e totalitarizmit. Hoxha ishte student i suksesshëm i asaj shkolle. Tani, 4 dekada pas, Shqipëria po bëhet antare e Bashkimit Evropian, procesi korridor. Integrohet.
Ndryshon. Demokracia, me të gjitha problemet e veta, funksionon. Politik, korrupsion, debate, zgjedhje, liria e shprehjes. Gjërat që nën Hoxhën ishin krime. Por trashëgimia mbetet. Jeta në bunker e diktaturës ndikoi gjenerata. Dyshimi bëri refleks. Heshtja bëri zakon. Dhe pastaj erdhi diçka e re, interneti. Media sociale. Të rinjt shqiptar u lidhin me botën. Filluan të krahasojnë. Filluan të pyesin. Filluan të rrëfejnë. YouTube i shqiptar ka kanale historike. Video rreth Enver Hoxhës. Video rreth diktaturës. Video rreth Mehmet Shehut. Miliona shikime. Komente të shumta. Njëra palë thoshte, gënjeshtar diktator. Tjetra thoshte, ishte mirë atëherë. Debati vazhdon. Kjo debate nuk ka fund të lehtë. Sepse historia nuk është thjesht e kaluara. Historia është mënyrë e kuptimit të tashmes. Dhe tashme shqiptare, me problemet e demokracisë, me korrupsionin, me emigrimin masiv, me papunësinë në shumë zonat rurale, le hapësirë nostalgjisë. Nostalgjia e rendit të vjetër, e asaj kohë kur diçka dihej, kur jo gjithçka ishte e pasigurt, kur stabi me çmim të lartë, por ekzistonte. Por ky e kaluar nuk ishte ajo çfarë mendohet. Stabiliteti ishte i rrem. Rendi ishte rend i frikës. Siguria ishte sigurimanaj e burgut. Dhe 30.000 faqe e AIDSH-s dokumentojnë këtë dhëna, çdo lëvizje, çdo bisedë, çdo frikë, çdo denoncim. Dokumentojnë burgun e vërtet ku jetoi populli shqiptar. Për 4 dekada. Brenda atij burgu, kishte njerëz të jashtëzakonshëm. Artistë si Çesk Zadeja kompozitori, të cilët kompozuan muzikë edhe brenda kufive të regjimit. Shkrimtar si Fatos Kongoli, të cilët shkruan të vërteta të mbuluara me alegori. Mjek, pedagog, inxhinier, të cilët punuan me profesionalizëm edhe brenda sistemit, edhe kur sistemi i mbajti robë. Rezistenca humane nuk shfaqet gjithmonë me pushkë. Shfaqet edhe me mbajtjen e dinjitetit brenda pamundësisë. Dhe ata njerëz, ata banor të Shqipërisë komuniste të cilët nuk bashkëpunuan kur mund të bashkëpunonin, nuk denoncuan kur mund të denoncuan, nuk tradhtuan kur mund të tradhtuan, janë heronjëzit e pashpallur të asaj kohe. Historia shpesh i kujton heronjet e ndritur, partizanët me armë, liderët e rezistencës. Por heronjet e zakonshëm janë ata të cilët çdo ditë vendosen të mbeten njerëz brenda sistemit që i dëshironte makinë. Kjo rezistencë e vogël, e heshtur, e përditshme, është ajo çfarë mbajti shpirtin kombëtar gjatë 4 dekadave. Dhe kjo shpirt kombëtar është ai çfarë shpjegon pse, kur komunizmi ra, Shqipëria u ngrit. Jo lehtë. Jo pa dhimbje. Por u ngrit. 750.000 bunker mbetën. Por shqiptarët filluan të ecin lirisht nëpër tokën ku ngrihen ato. Filluan të flasin. Filluan të rrëfejnë. Dhe historia vazhdon të shkruhet. Por akoma ka diçka që nuk kemi prekur plotësisht. Diçka rreth çmimit ekonomik të paranojës. Ata 750.000 bunker nuk ishin thjesht strukturë fizike. Ishin krim ekonomik kundër popullit shqiptar. Çdo bunker ka kushtuar. Cementi, hekuri, puna. Programi i bunkerizimit ka konsumuar ndërmjet 15 dhe 20% të produktit të brendshëm bruto të Shqipërisë gjatë periudhës kulmore të ndërtimit, viteve 1973 deri 1982. 20% e ekonomisë kombëtare shkoi tek çimento e frikës. Imagjino çfarë mund të ndërtojë me 20% të ekonomisë, spitale, shkolla, rrugë, sisteme ujësiellëse, industri. Imagjino çfarë standardi jetese do të kishin 2,5 milionë shqiptarë nëse ata burime nuk ishin derdhur brenda kupola gri betoni nëpër maleve e plazheve. Por Hoxha vendosi ndryshe. Hoxha vendosi frikën mbi njerëzit. Dhe kur komunizmi ra, Shqipëria ishte vendi i tretë më i varfër në botë. Me gjinë kombëtare bruto sa i një qyteti të vogël. Me pagë mesatare $15 amerikan në muaj. 20% e ekonomisë për 4.000 vitesh derdhur brenda bunkerësh të cilat kur nuk u përdorën. Kur nuk erdhën italianët sërish. Kur nuk erdhën jugoslavët. Kur nuk erdhën sovjetikët. Kur nuk erdhën amerikanët. Asnjë armik real nuk erdhi. Vetëm paranoja. Dhe paranoja ka çmim të lartë.
Kuptosi atë. Por ndoshta ishte e pranishme edhe ndonjë qëllim tjetër i bunkerëve. Teorik politik sugjerojnë se bunkerët shërbyen edhe si instrument psikologjik ndaj popullsisë. Ata ishin kudo. Ti mund të ecje në përfush dhe shije bunker. Mund të shi në për plazh dhe shije bunker. Mund të drejtohesh drejt kufirit dhe shije bunker. Ata të kujtonin, je i mbrojtur, por je edhe i vëzhguar. Je brenda sistemit. Sistemi është kudo. Kjo presenca e vazhdueshme fizike e shtetit, kjo shfaqje e pushtetit brenda peizazhit, mund të ketë pasur efekt demoralizues dhe kontrollit psikologjik ndaj popullsisë. Bunkerët nuk ishin vetëm për luftë. Ishin edhe për syrin. Por kur nuk ka prova dokumentare të kësaj qëllimi. Kur nuk ka dokument ku shkruhet, ndërtoni bunker edhe për të demoralizuar popullin. Ndoshta Hoxha vërtet besonte në rrezikun e pushtimit. Ndoshta paranoja e tij ishte genuine, jo manipuluese. Mendja e diktatorit është labirint i vjetër, ku mbaron besimi real dhe ku fillon manipulimi kalkulues. Ndoshta nuk ka kufi. Ndoshta të dyja bashkëjetojnë. Ndoshta Hoxha kishte frikë sincere nga jashtë dhe njëkohësisht kalkulonte si ta shfrytëzonte atë frikë për kontrollin e brendshëm. Kjo është formulë e zakonshme e diktaturës, frika e jashtme si justifikim i kontrollit të brendshëm. E shohim kudo dhe gjithmonë. Dhe në Shqipëri, ky formulë kishte emrin dhe fytyrën e Enver Hoxhës. Por çdo formulë ka skadim. Çdo kontroll ka kufi. Çdo sistem mbylljeje ka çarje. Çarjet erdhen me vdekjen e Hoxhës. Ramiz Alia, pasardhësi i zgjedhur, u gjend para sistemit të trashëguar, por pa shpirtin të diktatorit original. Ndoshta Alia nuk kishte po atë dëshirë absolutiste. Ndoshta e kuptoi se sistemi nuk mund të vazhdonte. Ndoshta u shtyr nga kushtet e ndryshimit të Evropë lindore. Vitit 1991, studentët marshuan. Statujat ranë. Komunizmi shqiptar doli. Por si ndodhi? Si mundi gjithë ai sistemi sofistikuar i kontrollimit të bjerë brenda muajve? Sepse sistemi bazohej mbi frikën. Dhe frika ka nevojë për ushimin e vazhdueshëm të shembujve. Kur ndëshkimet u bën më pak të shpeshta gjatë viteve Alia, frika filloi të thahet. Dhe kur frika thahet, sistemi i ndërtuar mbi të bie. Kjo është mësimi final historik, autoritarizmi është i brishtë. Jo sepse njerëzit janë gjithmonë guximtar, por sepse frika ka nevojë për ushqim. Nëse heqësh ushqimin e frikës, ajo vdesin. Dhe Hoxha e dinte këtë. Prandaj kur nuk ndaloi ndëshkimin. Kur nuk u bë i butë. Kur nuk faloj kur mund të falonte. Sepse fali do të thot dobësi. Dhe dobësia do të thot rënia e frikës. Deri në vdekje, Hoxha mbajti sistemin aktiv. Ramiz Alia nuk mundi ta mbaj. Dhe sistemi ra. E historia vazhdon. Dhe brenda asaj histori, natën e 17 dhjetorit mbetet ende. Mister. Pyetje. E hapur. Siç do të mbetet. Sepse disa të vërteta janë shumë të ngulura brenda frikës, shumë thellë brenda Cimentos, shumë larg brenda arkivave me faqet e redaktuara, që kur nuk do të dalin plotësisht. E ne mbetemi me fragmentet. Me historitë. Me dëshmitë. Me 30.000 faqe dokumentesh rreth Mehmet Shehull. Me 750.000 bunker nëpër Shqipërisë. Me 100.000 emra të lexuar pa fund. Me natën e 17 dhjetorit. Dhe me pyetjen, çfarë ndodhi saktësisht? Ndoshta dikush di. Ndoshta arkivi mban akoma faqen finale. Kjo është historia e Enver Hoxhës. E Mehmet Shehull. E Shqipërisë komuniste. Jo e plot. Asnjëherë e plot. Por e treguar. Siç duhet treguar. Sepse heshtja nuk është mënyrë kujtime. Dhe kujtesa nuk është mënyrë humbje. Është mënyrë mbijetese. Dhe tani, shikojmë me sy të ndryshëm atë çfarë la Hoxha pas vetes, jo strukturat fizike, jo bunkeret, por atë gjë të paprekshme, atë trashëgimi mendore. Kur njeriu rritet brenda sistemit të kontrolluar, kur informacionin e merr vetëm nga burime shtetërore, kur kontakti me botën e jashtme është i ndaluar, kur edhe biseda e thjeshtë me fqinjen mund të jetë rrezik, ai njeri ndërton identitetin e tij mbi fragmente të zgjedhura me kujdes nga shteti.
Historia e Shqipërisë komuniste ishte historia e zgjedhur nga Hoxha. Historia e çlirimit, e partizanëve, e sekretarit të partë të madh dhe të mëshirshëm. Historia e armiqve gjithkund dhe e mbrojtësit gjithkund. Kjo histori krijoi identitet. Identitet i rrem, por i ndjerë si real. Kur ky identitet u shkatërrua me rënien e komunizmit, shumë njerëz humbën. Humbën rrugën. Humbën kuptimin. Humbën pikën e referencës. Emigracioni masiv i viteve 90 dhe 2000 nuk ishte vetëm kërkim i punës. Ishte edhe kërkim i identitetit të ri, i kuptimit të ri, i mundësisë të rindërtimit jashtë fragmenteve të vjetra. Dhe të rinjt shqiptar sot, ata të lindur pas rënies, janë brez i ndryshëm. Interneti. Udhëtimet. Kontaktet ndërkombëtare. Universiteteve jashtë vendit. Ata ndërtojnë identitet të tyre me burime të ndryshme, me perspektiva të ndryshme. Por ata gjithashtu mbajnë pyetjet. Pyetjet rreth historisë familjare. Pyetjet rreth gjyshërit dhe stërgjyshërit. Pyetjet rreth asaj kohë kur historia ishte e ndaluar. Dhe kjo pyetja, ky kureshtje, është mënyrë tjetër e rezistencës. Kureshtja kundër heshtjes. Kureshtja si akti politik dhe njerëzor. Mehmet Shehu është akoma objekt kureshtjeje. Natën e 17 dhjetorit akoma thuhet kudo ku shqiptarët mbledhen dhe flasin rreth historisë. Kush ishte? Çfarë dinte? Si vdiq? Dhe 30.000 faqe të Aishës janë akoma duke u lexuar, shqyrtuar, analizuar nga historian, gazetar, familjar të viktimave. Ndoshta ndërmjet atyre faqeve gjendet edhe faqja finale. Ndoshta jo. Por historia nuk ndalon. Vazhdon. Siç vazhdon Shqipëria. Siç vazhdon çdo vend që ka kaluar në përterë dhe ka dalë anës tjetër. Siç vazhdon kujtesa. E nevojshme. E dhimbshme. E domosdoshme. Sepse pa kujtes, historia përsëritet. Dhe 100.000 emra duhet lexuar. 100.000 histori duhet treguar. 100.000 njerëz nuk duhet harruar. Kjo është detyrë. Kjo është edhe gjëja e vetme që mund t'i bëjmë atyre emrave tani. T'i mbajmë. T'i lexojmë. T'i tregojmë. Por mbi të gjitha, historia e Enver Hoxhës dhe e Shqipërisë komuniste na mëson diçka rreth natyrës njerëzore. Na mëson se frika është universale. Mund të kapet nga çdo sistem, çdo diktator, çdo epokë. Por na mëson gjithashtu se dhe brenda frikës, njeriu kërkon lirinë. Edhe në mpesën e sistemit, edhe kur çdo lëvizje monitorohet, edhe kur çdo fjalë mund të jetë rrezik, njeriu kërkon mënyra të vogla të lirisë. Ato mënyra të vogla, vjershat e fshehta, bisedat me zë të ulët, librat e fshehur, besimi i mbajtur brenda zemrës kur kishat ishin mbyllur, dasma me melodi tradicionale kur regjimi lejonte vetëm muzikë shtetërore. Të gjitha këto ishin akte rezistence. Jo herike. Jo dramatike. Por rezistencë. Dhe kjo rezistencë njerëzore, kjo kërkesë e vogël e lirisë brenda çdo sistemi represiv, është ajo çfarë na bën njerëz. Historia e Shqipërisë komuniste nuk është vetëm historia e Hoxhës dhe pushtetit. Është edhe historia e atyre 100.000 njerëzve të cilëve emrat lexohen ende pa fund. Historia e Fiqret Shehut dhe fëmijëve të saj. Historia e Musine Kokalarit. Historia e 22 intelektualëve të pushkatuar pa gjyq. Historia e banorëve të zakonshëm të cilët u përpoqën të jetonin njerëzisht brenda sistemit të panjerëzishëm. Ata janë historia e vërtetë. Hoxha ishte vetëm instrumenti. Dhe ne, sot, duke parë nga distanca, mund të ndihemi falenderues. Falenderues se kemi mundësinë të lexojmë historinë e lirë, të pyesim pa frikë, të dyshojmë pa rrezik. Kjo liri nuk ishte gjithmonë e pranishme. Nuk është e garantuar gjithmonë. Por ekziston. Dhe kujtimi i atyre që nuk e patën, kujtimi i Shqipërisë komuniste, i bunkerëve, i Mehmet Shehut dhe natës së 17 dhjetorit, na kujton pse kjo liri ka vlerë. Sepse dikush pagoi çmimin e saj. Me liri të humbur. Me jetë të humbur. Me histori të heshtuar. Kjo pagesë nuk duhet harruar. Kjo është e gjitha për sot. Faleminderit shumë që ndoqët videon deri në fund. Shpresoj se ju ka pëlqyer dhe nëse është kështu vendosni një like. Abonohuni te Telegram, aty publikoj njoftimet dhe gjëra të tjera interesante.
Dhe me këto dy sugjerime mund të shikoni videot e tjera. Dhe megjithatë, ka edhe një aspekt tjetër të historisë së Hoxhës që rrallë trajtohet, marrëdhënia e tij me artin dhe kulturën. Hoxha, ashtu si shumë diktatorë të shekullit të 20, kishte interesa kulturore. Kishte lexuar gjerë. Ishte i formuar intelektualisht. Shkroi vepra teorike, kujtime, analiza politike. 56 vëllime. Në kuptimin formal, ai ishte njëri nga autorët më produktiv shqiptar. Por çfarë lloj kulture lejoi? Çfarë mbrojti dhe çfarë shkatërroi? Kur shpalli Shqipërinë shtet ateist në vitin 1967, shkatërrimi i monumenteve fetare ishte i vonuar. Kisha e Shënmërisë në Vlorë u kthye në gjimnaz. Xhamit u bën magazina, kinema, stall kuajsh. Manastiri ortodoks i Ardenicës, ku ishin martuar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Donika Arianiti, shpëtoi vetëm sepse Hoxha e shpalli muze laik. Por Hoxha gjithashtu lejoi muzikën folklorike shqiptare, dasmat me iso polifoni, muzikën tradicionale. Herë, kur i shërbente propagandës së identitetit kombëtar. Kjo ambivalencë është karakteristike e diktaturave komuniste, shkatërroi kultura fetare, promovoi kulturë laike kombëtare, kontrolloi gjithçka. Komposer Çesk Zadeja ishte shembulli. Shkroi simfoni, balleta, vepra kamerale. Muzika e tij ishte e aprovuar, e nderuar, e luajtur. Por kompozoi brenda kufive të lejueshëm. Ato kufi ishin jo vetëm teknik, por edhe temë. Muzika duhej të ishte sociale, duhej të reflektonte vlerat e punëtorit, nuk duhej të kishte ndikime perëndimore moderniste. Kjo kufizim ishte forma e censurës artistike. Dhe shumë artistë, shkrimtar, muzikant, kineast, vun talentin e tyre brenda atyre kufive. Disa e bën me bindje, duke besuar në idealin komunist. Disa e bën me llogaritje, mbijetuan brenda sistemit dhe prodhojmë çfarë mundemi. Disa u ndëshkuan kur shkuan pak tej kufive. Kjo trinje, besimi, llogaritja, ndëshkimi, është formula e artit në diktaturë. Ismail Kadare ishte rasti i veçantë. Ai lundroi me inteligjencë të jashtëzakonshme ndërmjet 3 anëve të asaj trine. Veprat e tij kishin shtresa kuptimi. Censori i shikonte dhe shikonte, mundi të ishte kjo kritike? Ose ishte thjesht metaforë historike? Kadare mbajti paqartësinë me kujdes. Kjo paqartësi e mbrojti. Por dikush tjetër, pak më pak me fat apo pak më pak me llogaritje, mund të kishte rënë. Dhe shumë artistë ranë. Humbën. U zhdukën. Kjo humbje artistike e Shqipërisë komuniste nuk matet me statistika. Nuk ka numër të sakët të veprave të pashkruara, melodive të pa kompozuara, filmave të pa realizuara. Por ekziston. Si hapësirë bosh brenda historisë kulturore. Çfarë do të kishte prodhuar Shqipëria nëse artistët e saj do të kishin qenë të lirë? Kjo pyetje nuk ka përgjigje. Por ka kuptim. Dhe sot, Shqipëria po prodhon. Filma, muzik, letërsmi, artistë shqiptar punojnë në Tiranë, Shkodër, Gjirokastër, por edhe në New York, Paris, Londër. Diaspora shqiptare mbart kulturën dhe e zhvillon. Kjo është trashëgimia kulturore pas diktaturës, diaspora si vazhdim. Dhe 30.000 faqe dokumentesh të AIDSH-s e dokumentojnë edhe atë, artistët e monitoruar, shkrimtarët e vëzhguar, muzikantët e raportuar. Sistemi kishte syrin edhe brenda teatrove dhe galerive. Por arti mbjetoi. E kaluara u dokumentua. E ardhmja po ndërtothet. Kjo është historia e fundit, ajo që mbetet pas Hoxhës dhe Sheut dhe bunkerve dhe 100.000 emrave, historia e njerëzve të cilët mbjetuan dhe vazhduan.